që ne si besimtar parimisht me e pas këte, që prej gojës tonë mos me dalë asgjë përveç të vërtetës, pavarësisht në një kuptim të ngushtë, a na bjen mirë, as na bjen mirë. Realisht me e folë të vërtetën gjithmonë bjen mirë. Mirë, po nga njëherë në një çast të afërt mundesh me u ngushtu edhe njerëzit, disa njerëz, jo ata që e kanë shprehi rranan, por disa njerëz nga njerë rrajnë, jo se kanë qef, po ngushtohen, ose ju vjen marrë me e thonë të vërtetën, nuk njihen shumë komod në situatat caktume. Megjithatë kjo nuk është arsye. Kjo nuk është arsye, andaj njeriu do të me konë i përzemërt. Edhe kur njerëzit e dinë se ti nuk rran, kanë me të besu në atë që flet, kanë me të admiru për këtë virtyt, për arsye se përzemërsia dhe të folunit e të vërtetës parimisht është diçka që njerëzit e lakmojnë dhe e dojnë. Madje edhe ata gënjeshtarët, që ndoshta gënjeshtrën në të folmen e tyne e kanë për ditëshmëri, edhe ata e çmojnë njeriun i cili nuk rran. Edhe tradhtarët e çmojnë njeriun i cili është besnik. Edhe ata që s'din vetë me u sjell mirë e çmojnë njeriun që është i sjellshëm. Edhe kjo është diçka që Zoti e ka kriju në natyrshmërinë njerëzore me e dashur të mirën, me e dashur virtytin edhe me e dashur njeriun e virtytshëm.